Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në këtë episod tonin të radhës, ndalemi pak tek vizita e shumë debatuar që ka shkaktuar edhe shumë teza, shumë konspiracione e Alex Soros në Shqipëri, djali i miliarderit të njohur George Soros, 96 vjeçarit, një vizitë e cila është kapur rastësisht dhe është kuptuar rastësisht nga disa njerëz të cilët kanë bërë disa foto në lokalin Zoe Hora në jug të vendit, ku ka qenë në shoqërinë e Zotit Rama. Unë kam informacione që ka qenë një vizitë private, një vizitë e cila vinte pas një qëndrimi disa ditor në Greqi dhe më pas ka ardhur në Shqipëri për një periudhë gati 48 orëshe. Është takuar edhe Alex Soros me Zotin Rama, një mik i vjetër i familjes së tij, një mik gati 20 vjeçar i familjes së George Soros, dhe nuk është e lehtë të jesh mik i familjes së George Soros, ai që është një nga miliarderët më të njohur, ndoshta dhe më kontrovers dhe më të debatueshëm për momentin. Nuk do të harruar një element shumë i rëndësishëm që George Soros është një nga individët që është një nga financuesit më të mëdhenj të Partisë Demokratike Amerikane, Demokratë Amerikane, gati me $200 milion ka shkuar në këto vitet e fundit kontributi i tij për Partinë Demokrate Amerikane. Pra, imagjinoni vetëm pak momente se çfarë do thot $200 milion të jepen vetëm për aktivitetet e një partie politike, pra që në shifër jashtëzakonisht shumë e lartë, madje disa edhe njohës të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare deklarojnë se po të mos ishte George Soros, e djathtë amerikane do të kishte shumë probleme, e majtë amerikane do të kishte shumë probleme dhe ndoshta nuk do të ekzistonte. Por cili është aktiviteti politik që George Soros zhvillon në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Fillon me çështje të drejtësisë, madje ka ndikuar direkt në financimin e shumë projekteve për përmirësimin e drejtësisë e quan ai dhe janë zgjedhur shumë prokuror të rëndësishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës me direkt lobimin e George Soros, por gjithashtu ka zgjedhur edhe drejtues të tjerë në departamente të ndryshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryesisht gjatë periudhës kur demokratët kanë qenë në pushtet, sidomos kur ishte edhe presidenti Joe Biden, por edhe kur ka qenë sekretari i shtetit zonja Hillary Clinton apo Antony Blinken në administratën e kaluar. Gjithashtu ai ka ndikuar shumë në financimin e mediave investigative, por edhe një ndikim të jashtëzakonshëm e jep edhe në promovimin e agjendave liberale dhe kryesisht LGBT+, gjë që ka ngjallur shumë debate dhe ka patur shumë kritika nga djatha, sepse është ai që fshihet pas promovimit të agjendave pro LGBT-s, pro martesave brenda të njëjtit seks ose futjes të atyre elementeve të tjerë që lidhen me to, pa harruar edhe një tjetër çështje të rëndësishme që lidhet me emigracionin. Dhe këto kanë qenë disa nga elementët që kanë ngjallur shumë debate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje presidenti Donald Trump e ka akuzuar shumë herë se pas arrestimit të tij qëndronte pikërisht vetë George Soros dhe fondacioni i tij, madje ka premtuar luftë. Këtë gjë ka bërë pak edhe gjatë presidencës të kaluar, por në të vërtetë nuk është se ka patur një luftë ndaj filozofisë së tij apo ndaj fondacionit për shoqëri të hapur. George Soros i madhi është 96 vjeç dhe është një individ i cili vjen nga Europa lindore, i shpëtoi nazizmit gjatë viteve 30 dhe më pas u largua drejt Britanisë së Madhe, mbaroi shkollën London School of Economics, aty u njoh me filozofin Karl Popper dhe thotë që shumë teza i ka marrë pikërisht nga ai, që janë teza që kanë të bëjnë me shoqëri të hapur, pra larg mendësive totalitare, ku asnjëri nuk e ka monopolin e të vërtetës dhe pikërisht kjo ka qenë edhe një nga qasjet që ai ka dashur ta implementojë ose të paktën kështu thotë në opinionin publik dhe në atë që ka qenë edhe shoqëria, fondacioni për shoqëri të hapur. Shumë debate, shumë kontrovers George Soros në vitet 92 për pak desh falimentoi edhe Bankën e Anglisë me një spekulim, me një lëvizje spekulante të jashtëzakonshme, fitoi £1 miliard në vetëm një ditë. Atë që është quajtur shumë si e marta ose e premtja e zezë, pasi deshe falimentoi poundin dhe u detyrua më pas të ndërhyjnte Banka Qendrore Britanike e Anglisë që do të rishte gjithë ato sasi të madhe me para. Por vim pak në Shqipëri, pasi ka shumë debate në rolin e tij, armikun kryesor që ka patur dhe që në raportet ndërkombëtare padyshim ka patur në Hungari me Viktor Orban, dikur ishte miku i tij, madje edhe një njerëz që ka marrë bursë nga vetë Sorosi dhe më pas u kthye në një armik, i largoi edhe atë që ka qenë nga universitetet më serioze që ka patur dhe e largoi nga Hungaria në vitin 2019 për të transferuar më pas në Berlin. Vim pak në Shqipëri.
George Soros ka ardhur në vitet 92 në Shqipëri me fondacionin e tij Shoqëria e Hapur dhe dihet që një nga njerëzit më të preferuar, dhe ky nuk është një sekret, është kryeministri Zoti Rama. Ka qenë dhe i ka hyrë në zemër George Sorosit që në periudhën kur Zoti Rama ka qenë në opozit, ka qenë kryetar bashkie, madje thonë që në takimin e tij të parë me stilin dhe me qasjen e tij prej bohemi, Zoti Rama menjëherë fitoi zemrën George Sorosit, aq shumë u forcuan raportet mes të dyve sa dhe në dasmën që ka patur të fundit në vitin 2013 George Soros në New York, Zoti Rama ka qenë i ftuar i nderit dhe ka qenë një tavolinë me njerëz shumë të rëndësishëm që merren me financat botërore, por jo vetëm, edhe me politikën ndërkombëtare. E ka ndihmuar, kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi, raporti me George Sorosin, kryeministrin Zoti Rama, e ka ndihmuar edhe në promovimin, por e ka ndihmuar edhe në afrimin me demokratët, kryesisht me administratën demokrate, ku si e tham, Soros ka patur një influencë dhe ka ende një influencë të jashtëzakonshëm me fondacionin e tij dhe me donacionet e jashtëzakonshme që jep. Por ka shumë kritika dhe shumë kontroversë edhe në Shqipëri, pasi akuzohet se është ai individi i cili fshihet pas agjendave të ndryshme, asaj agjende që qarkulloi në Shqipëri deri pak muaj më parë, deri paraardhjes së presidentit Trump, që kishte një lloj qasje për promovimin e LGBTQI-s dhe akuzonin se pas kësaj qasje fshihet George Soros, por kritika kryesore që ka Fondacioni për Shoqëri të Hapur është ajo që ka të bëjë me reformën në drejtësi. Qartësi dhe kjo është një dokument zyrtar, pra ka qenë ajo që ka dhënë asistencën kryesore teknike në hartimin e reformës në drejtësi, madje ka qenë dhe kontribuesi dhe donatori kryesor, madje në disa momente duhet të kaluar edhe atë që ishte parashikimi normal për asistencë teknike, madje kjo ka qenë edhe ajo që është akuzuar sepse është bërë me qëllim nga natyre për të kapur sistemin e drejtësisë. Nga të dhënat zyrtare, gjithmonë Soros dhe fondacioni i tij për Shqipërinë ka investuar gati $190 milion që nga vitet 92, pra një shifër jashtëzakonisht shumë e lartë. Një pjesë kanë shkuar për të ndihmuar media të ndryshme, sidomos në krijimin e tyre, një pjesë ka shkuar për të dhënë edhe bursa për të rinj të talentuar, dhe janë bursa të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme. Unë disa prej këtyre bursantëve i njoh, madje kam diskutuar me ta në lidhje me bursat që kanë fituar, kanë patur ndonjë agjenda ose jo. Ato thonë që kanë qenë bursa të cilat kanë qenë shumë të mira, shumë cilësore, dhe që ata i kanë përdorur për të promovuar dhe për të rritur edhe eficiencën e tyre në karrierë. Një pjesë për këtyre bursantëve i gjejmë në Partinë Demokratike, por i gjejmë edhe në Partinë Socialiste, pra janë kudo, por i gjejmë edhe në botën akademike. Soros shkakton shumë debate, pavarësisht se nuk dihet asnjëherë vërteta e plot, por sa herë që vjen në Shqipëri shkakton shumë debate për qëllimet, për rolin që ka dhe për atë që luhet gjithmonë në prapaskene. Kemi parë shumë herë në takime edhe me Aleksandar Vučić, takime që ka patur Zoti Rama, ka qenë një nga shtysit edhe të asaj ka qenë Open Balkan, që dështoi më pas, dhe është një nga fondacionet kryesore dominante. Ka patur dikur një interes të jashtëzakonshëm edhe në disa vende të tjera të Evropës qendrore, por me kalimin e kohës është zbehur. Ka patur një rol të fortë edhe në Maqedoninë e Veriut, por lufta që i bëri Nikola Gruevskit, i cili e ka akuzuar se krijonte një ushtri për ta luftuar atë, bëri që më pas të largohet dhe partia e Nikola Gruevskit u rikthye në pushtet, gjë që ka bërë që të mos jetë më prezente aq shumë sa ka qenë më parë Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Debati ende vijon. Unë dua të di edhe mendimin tuaj, çfarë mendoni për rolin e George Soros në Shqipëri, fondacioni i tij, Alex Soros, i cili është djali një nga 5 fëmijët e George Soros dhe që padyshim është i preferuari dhe që i ka lënë edhe Fondacionin për Shoqëri të Hapur. Por edhe një element që dua ta ndaj me ju është që George Soros, një nga bizneset më fitimpruese që ka të bëjë me obligacionet, me aksionet, pra nuk ka hequr asnjëherë dorë dhe padyshim që është një aktor shumë i rëndësishëm. Debati do të vijojë, por një gjë duhet ta themi dhe të jemi të sinqertë, një miliarder i këtyre përmasave me këtë ndikim të jashtëzakonshëm botror, unë nuk besoj se pavarësisht Zoti Berisha kritikon dhe anatemon, ka qenë në disa takime me të, ka ngrënë dreka me të. Nuk besoj se asnjë politikan shqiptar ose më gjerë do t'i thoshte jo, një ftesë që mund t'i vinte për ta takuar ose për të bashkëpunuar me të. Megjithatë, debati ende vijon, do të vijojë për sa kohë që të jetë influenca kaq e madhe e Alex Soros dhe George Soros
në Shqipëri. Jepni komentin tuaj, bëni subscribe, si kemi thënë do t'i lexojmë të gjitha dhe do përpiqemi që t'i pasqyrojmë edhe në episodet tona të radhës. Deri atëherë, uroj gjithëve ditë sa më të mbara, të ditë nxehta të verës.